përditshmëria e njeriut është e lidhur me punët e bashkisë. Secila për këtyre çerdhja, kopshti, rruga për në shkollë, uji për t'u larë, mbetjet e qytetit, këndi lojrave, strehimi, mundësia për strehim, e deri ke menaxhimi i varrezave, janë çështje që lidhen me bashkinë. Ndaj kur ne flasim për mënyrën se si funksionojnë dhe si duhet funksionojnë bashkitë, jemi duke folur për një element i cili prek në mënyrë të përditshme jetën e çdo njeriu në Shqipëri. Ndaj dhe të pasurit bashki funksionale nuk është një element i cili lidhet vetëm me na funksionojë mirë ky institucioni. Lidhet me na funksionojë më mirë jeta e përditshme e çdo njeriu në Shqipëri. Ne na duhet në këtë moment të zhvillimit ekonomik të vendit tonë një eficiencë më e lartë e bashkive. Një mënyrë më e mirë se si bashkitë ofrojnë shërbime. Një mënyrë se si i zbatojnë në mënyrë më të qëndrueshme kompetencat që kanë.